Fjolla futet në një debat të ashpër me Elionën, një përplasje që duket se nuk ka të ndalur. Ajo shpreh hapur mlefin e saj dhe thot se Eliona rrin gjithmonë pas Klodit dhe lëndrimit, duke mos pasur guxim të veprojë apo të marrë vendime për vete. Fjolla thekson se kjo tregon se Eliona ka frikë të luajë vetë dhe se nuk është e pavarur, duke krijuar një imazh shumë negativ për të. Ajo vazhdon duke e quajtur Elionën vajzën më të keqe brenda shtëpisë, duke i nxjerrë në pa çdo dobësi dhe duke e sulmuar moralin e saj. Gjatë debatit, Fjolla përdor tone të forta dhe fjalë të ashpra, duke mos kursyer asnjë kritik për mënyrën se si Eliona sillet me banorët e tjerë. Ajo shprehet se Eliona është gjithmonë pas djemve, duke u fshehur pas tyre dhe duke mos treguar asnjëherë qëndrime të forta apo vendime të pavarura. Banorët e tjerë mbeten të shtangur dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, por Fjolla duket e vendosur dhe nuk dëshiron të ndalet derisa ta thotë të gjithë atë që mendon. Debati përshkallëzohet ndërsa Fjolla akuzon Elionën se nuk ka moral dhe se po përpiqet të manipulojë situatat në favor të vetes, duke u mbështetur gjithmonë tek mbështetja e Klodit dhe lëndrimin. Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e tensionuar dhe duket se ky përplasje nuk është thjesht një diskutim i vogël, por një nga momentet më të forta të konfliktit midis tyre deri tani. Fjolla e mbyll fjalën e saj duke e quajtur Elionën të pabesueshme dhe duke e lënë të gjithë banorët dhe publikun me një ndjenjë të fortë dramatike, duke e bërë të qartë se marrëdhënia mes tyre nuk do të jetë e lehtë dhe do të shkaktojë pasoja për ditët e ardhshme.